Këtë të martë u zhvillua në GJKO seanca paraprake për Erion Veliajin, teksa përsëri trupa gjykuese nuk arriti të marrë vendim për kalimin e dosjes në gjykim e themel. I pranishëm për herë të parë në seancë paraprake ishte Erion Veliaj, i cili mbajti një fjalim para trupës gjykuese, duke ankuar se ai nuk ishte njohur me aktet hetimore të dosjes. Për këtë arsye, Veliaj kërkoi njohje me aktet e dosjes, ndërsa GJKO pranoi kërkesën e kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës, duke i dhënë 5 ditë kohë Erion Veliaj që të njihet me 60.000 faqe dokumente hetimore të prokurorëve të SPAK për 13 akuzat e ngritura ndaj tij. Fakti që mua personalisht nuk më është vënë ende në dispozicion një kopje fizike e akteve, si dhe koha minimale për të njohur me një akuzë të ndërtuar në rreth 60 faqe, flet qartë për faktin procedurial që po i përgatitet këtij procesi. Një volum i tillë dokumentesh që do të kishte sfiduar dhe gjykimet më të rënda në historinë moderne nga Nurenbergu e deri tek Tribunali i Tokios, po troket këtu jo për të zbardhur të vërtetën, por për të bërë praktikisht të pamundur ushtrimin e së drejtës sime kushtetuese për t'u mbrojtur. Gjatë fjalës së tij para gjykatës, Erion Veliaj kërkoi gjithashtu që procesi gjyqësor ndaj tij të mos zhvillohet në një kafaz metalik, duke argumentuar se kjo e kategorizonte atë si kriminal të rrezikshëm. Ky pozicionim fizik i pazakon për një vend që aspiron standarde evropiane, transmeton automatikisht një imazh kriminalizues, krijon idenë si një person i rrezikshëm dhe ushqen qoftë edhe pavetëdijshëm para gjykime të brendshme brenda vetë trupës gjykuese. Dua të sjell në vëmendje një fakt të pakontestueshëm. Para pak ditësh kam qenë i pranishëm në gjykatën kushtetuese, gjykatën më të lartë të vendit, dhe aty kam qenë i ulur, jo i mbyllur në kafaz. Seanca e radhës pritet të mbahet në datën 5 dhjetor në orën 9, ku GJKO me gjaz do të vendos nëse do të kaloj dosjen në hetim me themel ndaj kryetarit të Bashkisë Tiranë, bashkëshortës së tij dhe disa biznesmenëve të marrë të pandehur. Veliaj mbahet në qeli prej 11 shkurtit të këtij viti, pas u arrestuar nga SPAK për të paktën 13 vepra penale që janë ngritur zyrtarisht ndaj tij, duke përfshirë korrupsionin e zyrtarëve të lartë, pastrimin e parave e tjerë. Vetëm pak javë më parë Erion Veliaj u konfirmua në detyrë nga gjykata kushtetuese, pasi u shkarkua nga detyra si kryetari i Bashkisë së Tiranës me firmën e Edi Ramës.